Nga Bashkia Devol, ku nisi javën me takimet elektorale, kryeministri Edi Rama deklaroi para banorëve ato që i cilësoi si arritje të qeverisë së tij. Ai u ndalte situata me kredit në vendin ton, duke u shprehur se kur mori pushtetin në vend, kreditë e këqija ishin 24.8%, ndërsa sipas tij sot raporti i kredive të këqija ka rënë në 4.2%. Ajo marrëdhënia me bankat kishte çuar kreditë e këqija këtu. Do të thotë që çereku i kredive nëpër banka ishin të këqija, nuk mund të ktheheshin. Shikoni ku i kemi ulur kredit në 4% që është një nivel normal në të gjithë vendet normale. Mirë po duket se kreu i qeverisë edhe këtë herë ka gënjur qytetarët për situatën me kredit në vendin ton, referuar të dhënave nga Banka e Shqipërisë, publikuar nga mediat e kohës në vitin 2013, 24.8% ishte shifra e kredive të këqija të krijuara nga 35 kompani të mëdha, të cilat kishin shpallur falimentin në 30 vite. Kjo shifër në vitin 2014 Banka e Shqipërisë vendosi ta azeroj, jo si pasojë e likuiditetit, por e cilësoi kredi që duhet të hiqeshin nga database e portofolit të kredive, se nuk do të shlyej më për shkak se kompanitë që kishin marrë borxhe kishin falimentuar. Sot kryeministri sjell si situatë 4.2% kredi të këqija, e cila në fakt është kredia e qytetarëve që kanë marrë në bankat e nivelit të dytë dhe nuk e shlyen dot. Por këtu kryeministri fshet disa shifra të tjera, pasi po sipas Bankës së Shqipërisë qytetarët po marrin kredi konsumatore në institucionet e mikrokredive. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë që syri televizioni disponon, në institucionet e mikrokredive qytetarët janë zhytur në borxhe, ndërsa niveli i kredive të këqija që qytetarët nuk kanë mundësi të shlyen nuk është 4.2%, por 13.2%. Pra nga një krahasim i bërë sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, niveli i kredive të këqija sot është shumë herë më i madh, ndërsa qytetarët janë zhytur në kredi që nuk i kthejnë dot për shkak të pamundësisë ekonomike. Këtë fakt e dëshmoi edhe skema piramidale e mikrokredive, ku qytetarët shkuan deri në vetvrasje për shkak se nuk kanë mundësi të kthejnë borxhet.